إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që humb atë përveç tij. E ka humb ai, nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. E plotsoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e tij përbetoheni. Ruajeni lidhjet farefisnore, sa ai Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtetë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje, e çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë në Kur'an na flet një herë për xhenetin, për na nxit që të shpresojmë, për të na nxit ne si besimtar, që të shpresojmë në shpërblimin e Allahut lartësuar. Por një herë tjetër, Zoti i gjithësisë në Kur'an na flet për zjarrin e xhehenemit, për dënimet e mëdha të zjarrit xhehenemit. E kjo që të na tërheq vërejtjen që Zoti i gjithësisë është mëshirëplot, por Allahu i lartësuar nga ana tjetër, ata të cilët mohojnë dhe bëjnë vepra të cilat bien ndesh me urdhrin e Zotit, i dënon rond. Vëllezër dhe motra, ditën e gjykimit njerëzit do të ndahen në 3 kategori. Një kategoria e parë janë ata të cilët do të hyjnë në xhennet. Ata të cilët do të futen në xhennet, pra besimtarët. Ata që besojnë Allahun e lartësuar, ata që besojnë dhe pasojnë profetin sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët e çdo populli do të hyjnë pra në xhennet. Më pas është kategoria e dytë, janë ata besimtarë të cilët janë gjynafçar, të cilët i kanë shkel kufijtë e Allahut lartësuar, por janë rujt prej idhujtarisë. E këta janë një pjesë e tyre të cilët do të dënohen
për një afat në zjarrin e xhehenemit, e më pas do të dalin dhe do të hyjnë në xhennet. Ndërsa pjesa e tretë, grupi i tretë janë ata mohuesit, të cilët kanë mohuar Allahun e lartësuar, kanë mohuar urdhrat e Zotit gjithësisë, e ata do të përfundojnë përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Besimtari dhe besimtarja, gjithmonë në jetën e tij duhet të synoj atë grupin e parë, të jetë prej atyre të cilët hynë në xhennet pa dënim, hynë në xhennet pa u dënuar, e Allahu na boft të gjithëve prej tyre. Vazhdimisht besimtari duhet të përqendrohet dhe ti jetë besnik asaj rrugës së drejtë, rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse dita ditës përballemi me sprova të ndryshme, dëgjojmë njerëz të ndryshëm që një ditë besimtar, një ditë tjetër jo besimtar, e patjetër besimtari ndjehet i friksuar se Zot na ruaj me pas një përfundim të tillë, Zot na ruaj me pas një përfundim të keq. Ashtu ishte edhe tradita e profetëve të Zotit, që i friksoheshin devijimit. Imagjinoje ti profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam, njëri prej 5 profetëve më të dalluar të Allahut lartësuar, njëri që kishte sakrifikuar në rrugën e Zotit gjithësisë, gjithçka Ibrahimi alayhis salam, por prej lutjeve të tij që e përmend Zoti i gjithësisë në Kur'an është wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Allah, më shmang mua, më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Më pas e përmend edhe një ndër shkaqet ku thot ato me të vërtet kanë devijuar dhe i kanë çuar në humbje shumë njerëz, vlla dhe motër. Edhe gjatë historisë ka pas dietar të zgjedhur të metit që i kanë shërbyer deri në frymën e fundit fesë Allahut lartësuar, por e kishin frikën prej devijimit. E ndërta ishte edhe Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, ku në momentet e fundit të jetës së tij, njëherë përmendej e njëherë i bindet fikët. Dhe në njërën prej këtyre momenteve kur përmend, po thoshte jo akoma, jo akoma. Njerëzit që e rrethonin u çuditën kur përmend për herës tjetër, i than o Imam, të dëgjuam që po thua jo akoma, përse? Tha me erdhi shejtani dhe më tha, më shpëtove o Imam Ahmed, por i thash tha jo akoma, sa akoma nuk kam ndëru jetë. Pra njeriu duhet vazhdimisht me kërku ndihmën e Allahut lartësuar që të na ruaj në rrugën e drejtë. Nuk ka dyshim se sa do i udhëzuar të jetë njeriu, asnjëherë nuk i garantohet përfundimi i mirë. Asnjëherë nuk duhet të ndjehet i sigurt nga devijimi, sepse vetëm Allahu është ai që i mban zemrat e forta, e i mban zemrat e robërve të tij të qëndrueshme në fe. Allahu na ka treguar her pas here njerëz të cilët ishin të udhëzuar dhe devijuan. Madje ka ndodhur edhe në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, ku tregon Enesi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, se një burr prej Beni Najjar e pranon Islamin, afrohet tek profeti sallallahu alaihi wasallam, saqë u bë njëri prej atyre 10 prej shokëve të profetit alayhi salam që shkruanin shpalljen pra që i zbriste profetit sallallahu alaihi wasallam. Madje thot Enesi, arriti sa që ky njeri e mësoi surën Al-Baqara, e mësoi edhe surën Ali Imran, por pastaj si duket i hypi vetja në qef dhe u kthye, u mashtrua dhe u kthye tek populli i tij si mohues. U kthye tek jo besimtarët si mohues i Islamit. Devijoi dhe u bë pra qafir, Zoti na ruajt. E kur shkoj atje, nuk u mjaftua me këtë, po filloi edhe të tallej me fena Allahut lartësuar. Filloi edhe të tallej me shpalljen që i zbriste profetit sallallahu alaihi wasallam, derisa Zoti i gjithësisë ja theu qafën, siç tregon Enesi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Thot,
e morën për ta varrosur, por kur gëzim ditën tjetër e gjetën trupin e tij jashtë toke. E varrosën përsëri ditës tjetër toka e kishte nxjerr trupin e tij. E varrosën përsëri toka e kishte nxjerr dhe më pas e kuptuan se ky ishte një dënim prej Allahut lartësuar për këtë njeri dhe e lan ashtu e u larguan. Kjo ngjarje përmendet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Jo më kot, profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i lutej Zotit të gjithësisë duke thënë: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fen tënde. Vlla dhe motër, që mos me deviju, që mos me ndryshu nga ajo rruga e drejtë, duhet që muslimania ti marrë disa shkaqe, se Zoti i gjithësisë prej mëshirës madhe të tij ndaj nesh është që na ka bot kemi shkaqe që na mbajnë kemi të qëndrueshëm, na ka zbrit Kur'anin, na ka zbrit shpalljen hyjnore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku ne nëse i përmbahemi atyre me lejen e Zotit gjithësisë, kemi për dalë prej kësaj dynjaje me selamet. Ndër shkaqet kryesore është me kërku ndihmë prej Allahut. Me u lut shpesh se pa Zotin ne jemi asgjë. Pa ndihmën e tij na piu e zeza, prandaj të parët tanë e përmend Zotin Kur'an: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, mos na ndrysho zemrat, mos na ndro zemrat pasi na ke udhëzuar. Kjo ishte lutja e tyre. Madje ne në çdo namaz, në çdo rekat lexojmë surën Fatiha, ku themi ihdina as-siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Kjo tregon se ne kemi nevojë për udhëzim, për ndihmën e Allahut që ta kuptojmë fen. Ne kemi nevojë për ndihmën e Zotit që ta praktikojmë fen. Ne kemi nevojë gjithmonë për Allahun e lartësuar. Po ashtu të parët tanë luteshin vazhdimisht duke thënë: Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. O Allah, na e trego të vërtetën të vërtetë, na e bë ta shohim të vërtetën të vërtetë dhe na mundëso ta pasojmë atë. O Allah, na e trego dhe na e mundëso ta shohim të kotën si të kotë dhe o Zot, na e mundëso që t'i largohemi asaj. Vlla dhe motër, duhet që njeriu me qenë modest, duhet që njeriu me qenë i thjeshtë. Thjeshtësia është cilësia e besimtarit. Modestia është cilësia e besimtarit dhe besimtares. Nuk i shkon muslimanit me qenë fodull, nuk i shkon muslimanit me qenë mendjemadh. Sa do t'jesh i ditur, sa do t'jesh orator, apo sa do t'kesh ndjekës dhe pasues, ti gjithmonë duhesh me qenë mirënjohës ndaj Allahut lartësuar. Gjithmonë duhet me pas kokën ul para të madhit Zot, se ti pa Allahun e lartësuar, se ne pa Allahun e lartësuar, asgjë nuk kemi në këtë dynja dhe në atë dynja. Suksesi gjithmonë duhet me e ditë se është në dorë të Zotit gjithësisë. Mos e haro asnjëherë historinë e Karunit. Allahu i lartësuar e përmend në Kur'an dhe e përmend Zoti i gjithësisë që ne të nxjerrim mësime për historisë së tij. Allahu i lartësuar ja pat mundësu atij që të kishte pasuri të shumtë. E ai i hypi vetja në shef dhe mendonte se ishte dikushi, se ai nuk kishte nevojë për Allahun e lartësuar dhe u tregu arrogant e mohues ndaj Zotit gjithësisë. E Allahu subhanahu wa taala e bori shembull për gjithë njerëzimin, e fundosi atë në tokë bashkë me pasurinë e tij. Robi duhet me u kujdes se prej kujt e merr dijen dhe me kënd këshillohet. Shejtanët, mohuesit, thirrësit e rrugës së keqe vazhdimisht thrasin, vazhdimisht reklamojnë punën e keqe, vazhdimisht reklamojnë devijimin e muslimani. Duhet me u tregu i kujdesshëm, mos me rënë prit e tyre. Hudhaifja, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam
ku i thot, a do të ketë pas këtij hajri, pra pas këtij udhëzimi, a do të ketë ndonjë sherr? Profeti alayhi salatu wassalam tha, duatun ala abwabi jahannam, do të ketë tha thirrsa në dyert e xhehenemit, men ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, kush i përgjigjet atyre pra në thirrjen e tyre, ata do ta hedhin atë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt. Vllai nderuar, motër e nderuar, prej shkaqeve që na bëjnë të jemi qëndrueshëm është ta pranojmë këshillën dhe të pendohemi kur gabojmë. Nëse vazhdon me kryenetësi, nëse vazhdon në gabimin tënd, nëse vazhdon në mendjematësi, atëherë njeriu rrezikon që me deviju nga rruga e drejtë, me deviju dhe me përfundu në humbje. Wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil-ithm fa hasbuhu jahannam. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, dhe kur i thuhet atij, friksoju Allahut, ai pra e shikon të si në çmim, dhe Allahu i lartësuar thot dhe e bën kjo pra se shef veten shumë lart, dhe e bën kjo që të vazhdojnë në të shtimin e punëve të këqija, dhe përfundimi i tij do të jetë xhehenemi. Sa përfundim i keq është ai. Vllai nderuar, motër e nderuar, duhet me qenë i sinqert dhe i çiltër, si në vetmi ashtu edhe para të tjerëve. Duhet që besimtari me i shtu adhurimet dhe me bë adhurime si në vetmi ashtu edhe haptazi, adhurimet që kryhen me çiltërsi dhe me sinqeritet për Allahun e lartësuar, bëhen shkak që zemra e robit të ndriçojë dhe zemra e njeriut të ruhet prej punëve të këqija, e zemra e njeriut më pas të jetë mbrojtur prej vezveseve, cytjeve dhe devijimeve. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, e ata të cilët u përpoqën thot Zoti i gjithësisë për ne thot do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona. Vlla dhe motër, mundohu me marr dijen e sakt dhe me vepru sipas saj. Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, dhe ata të cilët pra atyre që ndjekin rrugën e drejtë, Allahu u ashton më shumë udhëzimin dhe u ashton atyre devotshmërinë. Por njerëzit që devijojnë pas dijes dhe udhëzimit, Allahu i lartësuar na ka dhënë një shembull të tyre në Kur'an. Për këta njerëz Zoti i gjithësisë përmend shembullin e një njeriu që Allahu i lartësuar ja kishte mundësu diturinë dhe ishte për njerëzve arriti pa të bëhej për njerëzve të ditur. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, "Watlu alejhim naba alladhi ataynahu ayatina", dhe përmendu, kujtoja atyre, thot Zoti i gjithësisë, shembullin e atij personi që ne i dham dije, ja treguam atij shenjat tona, fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan. Allahu i lartësuar thot, pra pasi ja kishte mundësu Zoti i gjithësisë gjitha dije, ditori fetare, ai thot u zhvesh prej atyre, prej dijes fetare, u zhvesh prej praktikimit, prej veprave të fesë. Faatba'ahu ash-shaytan, atë thot Allahu i lartësuar e pushtoi shejtani, fa kana min al-ghawin, e përfundimi i tij ishte pra prej të humburve. E braktisi Allahu i lartësuar, e braktisi këtë njeri, sepse ky njeri e braktisi diturinë, e braktisi veprën sipas asaj dijes që kishte mësuar, dhe la dijen e fesë, la praktikimin e fesë, gjë që ja mundëson të atij të ishte në grada të larta tek Allahu i lartësuar, e i pëlqeu ajo rruga e shejtanit. Unë mbështet tek vetja e tij dhe Zoti i gjithësisë e braktisi, e me të braktis Allahu i lartësuar, Zoti na rujt, humbet dynjan dhe humbet edhe ahiretin. Kush e lëshon fen dhe bëhet shafir, ky njeri dëmton vetëm veten e tij. Asnjëherë nuk e dëmton ky njeri Islamin. Asnjëherë nuk e dëmton ky njeri Islamin. Asnjëherë nuk ka mundësi ta dëmtoj profetin sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk ka mundësi ta dëmtoj qoftë edhe një musliman. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, do marr atë çka fituar
dhe do të ketë kundër tij pra atë çfarë ka merituar. Ai në kohën e profetit alayhis salam ishte prej atyre që shkruanin shpalljen, por pasi mohoi, vallë e dëmtoi profetin alayhis salam jo as pak. Vallë e dëmtoi islamin jo as pak. Vallë i dëmtoi muslimanët jo as pak. Islami vazhdoi, muslimanët vazhduan, Kurani është sot ashtu i pandryshuar prej të madhit Zot, ndërsa ky njeri as emri i tij jam mundu me e gjet, por nuk i dihet emri. Zoti na rujt, vlla dhe motër, kush i ndjek njerëzit e devijuar, sidomos në rrjetet sociale, ta di se ky njeri ka shenjë dobësie në imanin e tij, ka sëmundje në zemrën e tij për sa i përket besimit. Si mund të ndjekësh ata që mundohen të të peshkojnë, mundohen që të të devijojnë, mundohen që të të hudhin dyshime në fe, si nuk ke frikë se ndoshta mund të marrësh ndonjë dyshim në fen tënde, mund të dobësohesh ose Zot na ruaj, mund të arrin çështja edhe me braktis fen. A nuk të dhimbset feja jote? A nuk të dhimbset ahireti jot? Duhet me pas shqetësim muslimani dhe muslimania qëndrueshmërinë në fenë e Allahut lartësuar, sepse askush prej neve nuk i është dhënë siguria se do të jetë i qëndrueshëm në fenë e Allahut lartësuar deri në fund. A nuk është turp që një musliman dhe një muslimane të bëhet konsumator i materialeve të këqija në rrjetet sociale? Vllai i nderuar, motër e nderuar, përderisa ti nuk je prej atyre që ndoshta do t'i kundërvihesh, do t'i kundërpërgjigjesh, atëherë çka të shtyn që ta ndjekësh? Çka të shtyn që ti dëgjosh njerëzit e devijuar? Mundohu të shtosh diturinë fetare, mundohu që të përmirësosh veten dhe familjen tënde. Njëri prej të parëve thot, nëse do shpëtim nga dyshimet, atëherë mos u bëj si puna e sfungjerit. Elus Allahun e lartësuar që t'i bëjt dobish me këto që gjuam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.